ku jemi në kuzhinë. Mirëmëngjesi. Jemi gati për të gatuar, për të sjellë tek ju receta të reja, siç ndodh çdo ditë në kuzhinën tonë. Sistemojmë fillimisht, por ç'na duhet të hapësh, do ta përdorësh miellin, për çfarë e bën kaq kreko? Si kreko, unë kreko mielli, kështu është. Është kreko mielli që jam edhe unë në rregull, ta dish këtë gjë. Për miellin, po patjetër do t'i them sot për miellin, është i thatë. Është kjo ngjyra e duhur, bën për të gjitha gatimet. Po desha unë për shembull bëj edhe një kek. Po desha unë bëj. Po desha unë atë baklavan do ta bëj me një këmbë, jo me dy. Shumë përdorim, shumë erdhikoa e baklavave. Hapi çka ato dolat e tua, pa kapi pak ato dolat shumë. Erdhikoa e baklavas. Që do bësh me këtë miell, se po e mora uniki, ti do të duhet. Të duhet për të gatuar apo ke tjera. Ke tjera të mbanola me atër ty. Sjell miell sekre, miell integral, miell super, miell për çdo përdorim, miell mistri, të verdh, të bardh, me hatër të ban. Buk do bësh. Buk do bëj. Aromën e rozmarinës, të rozmarin dhe ullim. Është kombinimi më i mirë, më perfekt. Me atë vajin e ullirit. Tu kam majan, kam pakës krip, po do të ishte pakës fare piper për t'i dhënë shijen e duhur ullirit. Ullirit në vetë nuk ka nevojë për asnjë gjë. Por ja që po të doni mund t'i shtoni fara susami, unë do të shtoj ca fara kia këtu. Gjë që direkt i shtoj. Krip, do ca krip tash i themi drejtën. Ja. Majan. Unë i kam shtuar maja të butë. E kam lënë. Nuk kam shtuar miellin në sistemi gjithmonë, jo po marri miellin. Dëgjoj, ato janë 5 me hiç. 5 me hiç. Unë do t'ju them tamam. Jo po marr, pse do ta vështirësojmë gjendjen e anvisave. Marrim majan, e vëmë në qumësht, shtojmë sheqer. Sheqeri po nuk shtohet krip, as nuk diskutohet ajo. E lëm të aktivizohet. Moj të gjitha njësoj bam të gjitha brenda dhe e lëm të aktivizohet. Do të qëndroj. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Të pushoj 30-40 minuta. Unë dua që me anvisa të jenë shumë e sakt. E njëjta gjë është. Shtoj miellin. Do thoni ju, po mirë, to farat e kias nuk duan që të aktivizohen, po do të aktivizohet. Do të shtoj ujë pak më tepër. Po. Ka lagështin e duhur që ato të bymehen edhe të arrin atë formën që e kanë si për masat. Më duhet të jetë një brum. Jo për byrek. Sepse aktivizohet akoma dhe më mirë, derisa fillojnë ato pikat e vogla, ato fuskat e vogla. Ai është aktivizimi i duhur. Mua më duhet që gjithë mas të miellit po një herë. Në fund fare unë do shtoj ullint. Ullint i kam pa bërtham, dhe të them të drejtën kam ullint i kemi për vetë. Nuk kam shtuar as krip, asgjë. Nuk shtojmë ujë dhe e bëjmë det, gradualisht. Derisa unë të kem këtë masën e duhur që kam këtu. Nuk harroj furrën që të jetë e ndezur. Ku do ta vendos tapsinë në 2 rezistencat, lart poshtë, jo në ajër, në 2 rezistencat. Sa do jetë temperatura? Po patjetër do të jetë tek 200. E mira e të mirave është që gjithmonë tek buka ne e ruajmë tharmin. Unë nuk e kam ruajtur tharmin. Pra e ruajmë tharmin dhe më pas ne i shtojmë për bukën tjetër. Është njësoj si fara e kosit, por ka gjithmonë një por, që ky miell të them të drejtën nuk ka nevojë për asgjë. As të marr, as të ruaj në frigorifer apo në dollap, nuk ruhet në frigorifer. Gafa më e madhe është që unë të marr tharmin ta vendos në frigorifer. Duhet gjithmonë të jetë në temperaturë ambienti. Po. Normalisht e mbyllur mirë. Mos të marri ajër. Sahet prishet apo? Po patjetër. Nëse unë e vendos në frigorifer, forcohet dhe po s'pati edhe kapakun, ajo është. Por që tani ndihet era e majas, prandaj dhe vendos maja të butë. Do thoni ju po me maja të thatë, patjetër që bëhet me maja të thatë. Nëse dëshironi ju, shumë mirë mund ta bëni edhe me miellin farinap. Shumë mirë. Vetë, atë pa aromë për shembull. Pa aroma portokalli dhe vanilje. Jeni në shkurt gjërave. Në momentin që ne kemi mundësi dhe lehtësinë
për t'i pasur të gjitha këtë gamën këtu. Jo po maja, jo po, ja, sot e bra me maja sot. E shtoja vash, e thash deri sa unë të kem atë masën e duhur. Desa të bëhet ajo masa kremoze. Kremoze. Nuk është një masë shumë e qutë, pa shumë e fortë. Ku Niki spërkatet të t'jap edhe furçën, sepse kërkon që të jetë e lyer mirë. Se një letër, mi jep një letër dhe e lyem ja një sekond se për të mos na ungjitur, se ndryshe nga buka e zakonshme, kjo tip focacce që ka edhe... Do të thot, shif, do të thot që kemi punuar shumë e brumin. Shumë e brumin, një, dy. Mund t'i gjejmë një zgjidhje. Kemi punuar shumë, këtë do të thot. Gjithsesi ja. Kur pajisjet. Gjyshet tona e gjenin zgjidhjen me letrat, gazetat. Të gjitha, ja. Apo me një leckë që e përdorin fiks për këtë punë. Është gati për ta vendosur brumin. Dhe unë jam gati për t'i lexuar produktet që na u deshën deri tani për përgatitjen, se s'kemi shtuar ende rozmarinën edhe ullint, që t'ju japin aromë të këndshme, shije, bukës me ullinë dhe rozmarinë. Një pako me maja të butë, 5 gota miell, 4 gota ujë, një lugë çaj krip, një lugë kafeje sheqer, gjysmë gote vaj ulliri, një lugë çaj rigon, ullim pa bërtham, një filxhan me susam për në fund, dhe kjo është opsionale, dhe rozmarina sigurisht për ato aromën karakteristike që rozmarina ka dhe që shkon shumë mirë si te kjo bukë, pa ashtu edhe ku e përdorim tek mishi, tek marinimet, pjekja e mishit. Të patatet e përdorim tek mishi, te brumi. Edhe kështu duke e prerë, edhe shpërthen dhe aroma e saj. Përdorëm pra mielin për çdo përdorim nga Atlas. Tani është momenti që, përveç se ju e patë trajtën që do të ketë brumin tepsi. Edhe pak, shto ujë, shto miell, për mua më pëlqen të shtoj miell. Kjo është masa perfekte, kjo është e duhura. Dhe direkt unë do ta shtoj tek tava. Nëse nuk shtoni vaj, vendosi një letër pjekje, mua më pëlqen si dikur. Si dikur më pëlqen. Ja, opa, këtu. Merë Niki. Dallojmë lehtësisht faratkia, rozmarinën, ullint. Ullint, që kanë kaluar në për mullint, po tek ato mullint e shjes. Të lumshin duar, pa vendosat aty. Dhe është në rregull, merr vetë vendin, ka majan, do ta lëm që të aktivizohet, të pushojë, sepse çdo brumi duhet për të aktivizuar majaja, por edhe nëse gatuajmë brumin pa maja, patjetër që i duhet një far pushimi, disa minuta, në mënyrë që pasi është përzier çoroditur, punuar, mirë punuar, të marrë ato qetësinë e vet derisa ta pjekim. Çoroditur, dorovitur për në furr? Diçka kemi porositur. Sepse jemi të uritur. Gati për ta pjekur në 200 gradë, apo jo? Po. Në 200 gradë. Si më shkonte, si një flutru më shkon dhe më vjen. Pa dorovitje këtu. Bejtet.